ty që e lexues, për ty që e dashuron librin, ka vetëm një faqe që mund të merrni jo vetëm libra, por merrni dhe sugjerime për librat. Është stacioni i librarisë nga Kristiana Çelaj, mikesh e Tru Podcastit. E keni parë dhe këtu në një bisedë shumë të bukur që është pëlqyer nga më shumë se 5000 veta. Dhe juve dini që YouTube nuk është si TikToku apo Instagrami që mund të dalësh për 30 sekonda me një budallik edhe bësh viral. YouTube që të bësh viral do kontent shumë cilësor. Dhe kjo vajza bashkë me stacionin e librarisë ja kanë arritur qëllimin. Mua më kanë ardhur shumë dhurata, më ka ardhur kjo, më ka ardhur libri këtu poshtë, edhe shumë libra që i kam këtu te kjo biblioteka ime modeste. Merrni librin tek stacioni i librarisë. U prija një bilet vetes, më shumë se 25.000 lekë të vjetra, nuk kushton një libër voluminoz, dhe prija vetes biletën për një udhtim në univers. E dini vetë juve për çfarë flas, juve pasionatët e dashuruesit e librit. Stacioni i librarisë. Në Instagram dhe keni 15% ulje nëse përmend Gashin dhe Tru Podcastin. Vetëm vazhdoni lexoni, sepse vetëm kështu mund të ndryshojmë Shqipërinë tonë. Shpen, unë nuk jam në ekspert i madh i kësaj fushë, por me çka kam dëgjuar është kjo që bota pak të pas 10 vjetëve do shkojë te podcasti. Po. Do shkojë te media e lirë, te mediat sociale, sepse koha e televizioneve pothuajse u fik. Dhe kjo fal deviacionit madh që ndodhi kur media u krijua si një zë për qytetarët, tash është kthyer në një propagandë pro pushtetit dhe kundër qytetarëve. Kjo se media propagandë, se tek ne është. Se unë për shembull me ty këtu kur flasim për propagandën, një lloj propagande po bëj, po ne të dy po bëjmë një propagandë për dritën. Pra, ti hedhim çik syt atje se po bën krime apo për politikën. Unë nuk po them që shikoj se Sali Berisha apo Izraeli apo Palestina kanë të drejtë. Se nuk e them dot se unë mendoj që asnjë nuk ka drejt. Drejt ka vetëm ai i lartë, qofshin fala, kupton? Ne jemi gjithë mëkatarë. Kush më thënë drejta ime mund të quhet drejt për ty. Dhe ana sjelltës. Kurse këta janë bë linjë editoriale apo vjen titulli, unë mbaj mend në një emision na ka ikur, kemi pas 3 tema, u bëm 2. Po u bë 2 para 5 minutave, që të fillonte. Jo, na u tha një ditë para. Pse? Sepse kisha ardhur për XY-in urdhër. Ndodh. Nuk është se u çudita për faktin që ndodhi, po u çudita se si ndodhi dhe mua. Edhe nuk isha fuqi ta kundërshtoja dot apo. Se to tjetër o vlla, do ha buk. Këtë drejt ke kujton, kjo lloj dikotomie më kujton një se filluam kështu lirshëm. Po, lirshëm është podcasti. Kujton një, nuk e di, nëse të kujtohet aty Smithi, Adam Smithi kur doli me teorinë e kapitalizmit, doli me idenë, gjithçka të jetë e lirë. Ndërkohë një bashkëkohës i tij thotë, patjetër që të jetë e lirë, po që të jetë e suksesshme duhet të jetë e vlefshme. Jo thjesht e lirë. Megjithatë, ne duhet ta fillojmë këtu pikërisht tek e lira. Nuk është e rëndësishme, nuk është e rëndësishme që patjetër njerëzit gjejnë vërtetën tek fjalët tona. Po njerëzit duhet të kuptojnë që ne i themi lirshëm, jemi vetvete, kjo që i thon. Mund të jemi edhe gabimor, se s'ka asgjë fare. Dhe jemi. Po është shumë e rëndësishme që ti jesh i lirë në gabimin që bën. Sa ti jesh slaf i gabimeve të tjera dhe ti e identifikon veten gabimtar me vetdije. Për të shërbyer dikujt tjetri. Në jetën time, ndoshta kjo vjen edhe si pasojë familjes time. Jetezat që mua më kanë bër, fakti që kemi pas prona biznes, kemi pas punësuar, nuk kemi pas kuota, edhe mua i madhe dhe ime më nuk më ka thënë njëherë shiko se do ta durosh atë se 15 ditë. Ndoshta është merit e tyre që unë jam formsuar kështu. Po në çfarë do lloj pune, dhe ma kanë bërë pyetje shumë miq tan përbashkët, o gash, po si e le atë pa pasur një gjë tjetër. Edhe një miku joni përbashkët të çuditur kur i kam thënë nuk kam zotin o vlla. Opa, kam zotin na bësh ma gjën tjetër rrugë. Dakord o vlla për rrogën. Domethënë kishim rënë dakord parimisht, po në bank nuk ishim rënë dakord. Atë i bënë sikur s'kishte ndodhur asnjë lloj, dhe unë jap dorëgjë, ngris letrat vlla, ç'a dorëgjës. As lodhe me dërguti dorëgjë. Ngris letrat s'vi më nesër dal fare të fshi. S'kisha gjon. Që po mpriste miri që do vetet e kjo puna tjetër. E ka gjetur punën tjetër direkt vlla. Pse? Sepse unë kam kuptuar vetëm një gjë, lidhjen vertikale. Mjafton që ti ta kesh zemrën e bardhë edhe të mbushur plot, edhe nuk të laj pa gjë vlla. Pjesa, ke drejt, pjesa, shumë pak njerëz e kuptojnë këtë dhe unë e kam të vërtetuar se them për hipokrizi. Që të gjithë e kanë të vërtetuar faktikisht. Që të gjithë ndodh kjo, por shumë pak njerëz arrin ta lexojnë. Ka një dilemë të madhe që ngren Erik Fromm dhe thotë, që ka të bëjë pikërisht me këtë pjesë besoj.
Të jetosh për ngrënë apo të hash për të jetuar. Tashmë. Kjo është çështja. Do të thonë kjo me Ky këtë është mund të bësh zgjidhja. roman. Kjo është zgjidhja e gjithë kësaj historisë. Njeriu nuk jeton për të ngrënë, vetëm ngrënia këtu nuk kupton pjesën materiale, gjithçka. Po, Pushteti, materializëm, forcën, po. gjithçka tjetër. Se nuk është vetëm kjo. Sa njerëz ke që duket çik marksiste, duket çik e majt si tem, po është humane në vetvete, nuk është e majt si tem. Sa njerëz ke që nuk i mungon asgjë. Madje nuk din as çfarë kërkojnë se e kanë. Po nuk janë të lumtur, shpend. Sepse lumturia është shumë dimensionale, lumturia nuk jo domosdoshmërisht kalon nga stomaku dhe nga xhepi. Madje në mënyrë krejtësisht interesante ke shumë njerëz që nuk kanë, nuk mbyllin dot muajin, edhe përsëri shikon të gëzuar. Po. Në vuajtjen e vet, në skamin e vet në disa raste, domethënë është komplet gjë tjetër. Dhe njerëzit duhet dinë secili ka mënyrat e vet, apo duhet di ta përcaktojë brenda vetes tij çfarë bën të lumtur. Çfarë bën të lumtur njeriu? Lumturia, do të thënë, shikoj, nga që neve nuk lexojmë, edhe jo vetëm nuk lexojmë libra, po që të fillosh libra ti duhet të lexosh brenda vetes tënde. Do të thënë njerëzit e quajnë sëmundje akoma që ti të flasësh me veten tënde, të zhbirilosh. Ndërkohë që ajo bëri filozofinë greke. Ajo bëri filozofinë greke në thelb. Ajo e solli meditimin, Budën, gjitha gjërat, më thënë thellësinë e ka bërë intervenimin nën vete. Jo ta kërkosh, se nuk kërkohet as llogjë jashtë. Ja ku e ke të gjitha. All you have is all you need në thelb. Që ta kuptosh çfarë të bën të përmbush. Po neve nga që dëgjojmë media, shikojmë televizor, shikojmë laptopin, kutinë e zez, iPhone-in, Samsungun. Lumturi ndoshta na duket të udhtosh tër botën. Ja unë për shkakun këtë moment që po flas tani, lumturi për mua do ishte të shkelja 205 vende të botës. Po jam në të njëjtën fuqi të mendimit që e mendoj këtë që është lumturi, në të njëjtën kohë e kam mendimin që pasi ta shkelte 205-in, do të them jo, po s'pas kam qenë i lumtur, se s'pas ka bërë kjo të lumtur. Pra e kam këtë lloj dikotomie brenda vetes. Dhe kam zbuluar diçka. Kam parë njerëz që kam vdekur. Jam në moshën, e kam njohur vdekjen që 8 vjeç. Kam parë gjyshen time. Pjesë e natyrës njerëzore. Kam parë gjyshen time, po nuk e mendoja që njerëzit vdisnin 8 vjeç. Nuk e kisha akoma të formsuar. Dija që merrte Zoti, po se si merrte, s'kisha parë një trup ftohtë valla. Kam parë njerëz që kanë dhënë shpirt. Nuk e ke idem vlla sa e rëndësishme është për mua që të vdesi lumtur, të vdesi qet. Se ke idem vlla. E di kush është më interesantja, shpend. Ne jemi pak të dy një bresje, kemi jetuar pothuajse të dy epokat, edhe para 90-s edhe. Jo, unë jo. Aq sa. Unë jam 93. 93. Jam njeriu. Unë paktën pra. Po ti dakor, në rregull, ngatrova flokët e mi me tu, të ke drejt këtë pjesë. Po. Edhe po thoja këtë, domethënë që ata që kanë jetuar dy breza, po ndroj pak. E kam parë mirë se çfarë do të thotë mungesa e lirisë, ndërkohë që i vjen mundësia e të jetuarit, me mundësisë për të jetuar të lirë, siç jemi sot. Ore është halli i madh, nuk gjen dot përgjigje të saktë, por pse ka kaq vështirë njerëzit të jenë të lirë? Ky është problemi i madh, sidomos për një popull si ne, që kemi provuar pa lirinë. Po se ka mungesë karakteri, mungesë formimi, mungesë dinjiteti, nuk din çfarë kërkojnë nga bota, frika me përballjen, frika nga do ketë. Jo, frika nga e panjohura. Gjithmonë është ajo e panjohur, ti gjithmonë je përballë me të panjohurin. Dakor? Është ndrydhje valla. Janë të ndrydhur. Pra, ai është debat shumë i madh, domethënë, po mua më vret realiteti, pa dash bëj ndonjë analizë, më vret realiteti shqiptar. Pse ne shqiptarët e kemi kaq vështirë të jemi të lirë, të jemi vetvetja? Se shpesh herë themi shikoj se ka fajin Rama, shikoj se ka fajin Berisha, kanë disa media që s'na le. Zotëri çfarë të pengon ti të bësh punë si shpendi? Çfarë të pengon ti të hapësh një faqe online? Çfarë të pengon ti të hapësh një gazetë tënde, domethënë ta thush fjalën tënde? Sepse të gjithë janë drejtuar nga xhepi dhe nga stomaku. Ky është gjithë problemi. Dhe këto harrojnë që njeriu nuk është vetëm ushqim. Më kujtohet diku në një libër kisha lexuar një artikulim shumë interesant ç'është njeriu vetvete, për çfarë ushqimi ka nevojë. Dhe i thonë ka nevojë për ushqim biologjik, që ushqehemi çdo ditë. Po. Ka nevojë thonë për ushqim shpirtëror, po ka nevojë edhe për ushqim mendor thonë. Për të treja. Tash nëse i mbyll të dy të fundit, rubinetat e kësaj të fundit, çfarë është një qenie që vetëm ushqehet me ushqim biologjik, siç ushqehet lopa, nuk duhet bëj asnjë fyrje për veten time, për llojin tonë njerëzor. Çfarë është? Është qenie instinktive. Po.
Instinkt, është instinkt i pastër. Dhe kjo është ajo që po arrin ky sistem i madh globalist, sidomos në influencën e këtyre liberalëve të madh që po trajtojnë qenie njerëzore si një qenie instinktive. Merr këtë se përndryshe nëse s'merr këtë tek mua, ti je i përjashtuar dhe s'ke asgjë tjetër. Dhe kjo ka gjallë një lloj frike. Ka prerë iniciativën e njeriu për të ecur përpara. Dhe kjo nuk është një individ, është një frymë e madhe që ti nëse kërkon shpesh herë të jetosh i lirë, ti je i lirë, mo thjesht, nuk do të bësh asgjë, po thjesht je i lirë, mo thjesht i lirë fare. Ka një farë po them mirëkuptimi i këtyre liberalëve, globalistëve që më njëherë emri jot etiketohet si pa dëshirueshëm tek gjithë tjerët, megjithëse ti s'ke pas asnjë kontakt më herë më parë. Okej, kjo se po duket sikur po bëjmë një hyrje shumë pesimiste në vetvete. Jo, është realizëm, realiteti pesët. Por jo vetëm në liri, sepse po e bëjmë zez, bardhëzi komplet. Shqipëri ka zëra të lirë, pa fund, sepse rrethin nuk e kanë ato, po ka pafundësisht edhe prurje intelektuale, ka edhe lider, ka të ri, edhe njerëz shumë të formuar, ka me shumë dinjitet. Unë mendoj që janë faza shpend që kanë kohën e vet derisa të eliminohen. Ndoshta tek ne zgjati çik më shumë se ç'duhet, por ne e kemi këtë mungesë, domethënë që gjithë fazat e zhvillimit shoqëror dhe vetëm i të zgjasin pak edhe me dëshirën tonë. Jo, shikoj. Por ama qasja atyre nuk qenë në këtë lloj ekstremiteti. Këto nuk ne nga 91 e këtej nuk krijum kapitalizëm, ne krijum hajdutëri. Ne vodhëm pronën, shkatruam pronën dhe aty filloi loja. Sepse çka kishte Shqipëria në 90-ën? Pikërisht ku do fillonte ekonomia e lirë Shqipëri, ku do fillonte? Do fillonte te Google-i, te Microsofti, te prona do fillonte te Baktia. Ti momenti që zhduke pronën, zhduke mundësinë aty. Dhe gjithë pasaj u dyndën sa në Itali, sa në Greqi, gjithkund tjetër dhe vazhdon sot e kësaj dite kjo dhimbje e madhe. Domethënë është e keqe shpend ta bësh të krahasim, po të mendosh të keqen që bëri ai sistem. Me çfarë trashëguan individët që ishin në krye të këtij sistemi, që ishin zero në trashëgimim, po themi, pavarësisht se kishte i far diferencë, se kishin në vil blok, po kaq kishin ama, dhe në fund fare ishin shtetit. Dhe çfarë kanë bën këto? Në këto 30 vite që erdhën nga kasollet. Edhe nëse nuk erdhën nga kasollet, erdhën nga para fabrikatat, po nuk kishin asgjë në historinë e Shqipërisë, pjesa më e madhe atyre, se ka dhe njerëz nderuar të 30 vjet. Ky është krim shumë i madh që ne kemi bërë vetes ton kur na u dha liria. Unë mendoj se neve akoma nuk dim se çfarë të bëjmë me lirinë. E kemi një test për t'i dhënë fund tranzicionit. Siç e kam lexuar unë. Jo. Po se s'ka vrarë. E vërteta s'ka vrarë njeri më burr, vetëm derga bo. Por në momentin që ti e shikon PISA 2023, nuk e di ti si pedagog shumë i mirë, se unë jam i ri vëlla, profesion. Jo, shumë i mirë, modest. Unë jam i ri. Po mirë se ti ke shumë eksperiencë sa, je profesor. Ka në Shqipëri pedagog yll, shumë mirë ka, edhe me nivele shumë mira. Po si pyet kush shpen? Nuk i pyet kush shpen. Unë jam pedagog. Dhe ti do më thuash mua, mirë kanë fajin dhe vetë se nuk përfshihen më të shkretët, po i kërcënojnë. Nuk i pyet kush, i dhunojnë pastaj nesër. I përçmojnë. Dhe ai pedagogu shkret atë kam, atë respektin ka se gjithkohon, gjithë jetën e ka çuar me libra. Gjithkohon e ka çuar me letra. Kemi pedagog shumë mirë shpër. Kemi madje për të ardhur keq, nuk e di, qofsha unë i gabuar, dhe këtu po penalizojmë brezin ton. Ato që janë para nesh ndoshta janë më të mirë se ne. Shumë herë më. Dhe unë është më rrëmat. Ja pjesa e dytë të shpend. Që ne kemi humbur vlerat humane, vlerat kryesore të njeriu. Ndërkohë që kemi mundësi të studiojmë në universitetet që ato të shkretët si kanë parë nëndër vetë, edhe prapë kur vim të pse, se para se ti jesh pedagog, para se ti jesh politikan, para do ti jesh njeri. Ky është gjithë problemi. Ne po prodhojmë për bindsha, ka një shprehje shumë madhe dhe unë nuk dua ta tifus nuanca religjioze, po s'kemi ku shkojmë. Meqense erdhëm te kjo pjesë. Ka një shprehje shumë madhe, një nga etrit e kishës, mua më kujtohet, ma ka thënë para një 20 vjetësh, kryepeshkopi Johan Pelushi, si sapo zë. Një nga etrit e kishës thonë kështu: eduko njerëz pa Zot dhe të prodhosh demon. Ky një nga defektet e mëdha që ka ky njeri që po flasim sot ne, është pikërisht kjo pjesë. E bukur shumë kjo. Është pikërisht kjo pjesë. Do prodhosh, më thënë, eduko pa Zot, do krijosh demon, shumë e bukur. Dhe ky është shumë e rëndë. Shumë e bukur njerëz, shumë e thellë, unë them. Dhe filozofia, dhe po ta shikosh në mënyrë pavarësisht se secili ka zgjedhjet e tij personale. Por unë kam bërë mend të vdes në Shqipëri shpejt.
kur shqiptarët donin t'iknin jashtë, se s'kishin bukë, unë kam shku 91-shin, po kam shku student. Nuk kisha asnjë para. Ti e ke bër në babaim, familja ime që ishin intelektual në Tripoli. Në Tripoli, po. Dhe babaim dhe familja ime që ishin intelektual nuk kishin të mipshin $50, ka shku ka marrë borx. Unë nuk kam turp ta them të fare. Fare. Shkova për të studiuar, kisha gjitha mundësitë të jetoja jashtë, doja të vija në vendin tim, o burr. Nuk është që urrej botën fare, po ndjehem më mirë këtu më. Ndjehem më mirë se do takoj dhe shpendin, se do pim dhe kafe poshtë, sepse është natyra e njeriu më kështu, është genetike më. Janë disa gjëra genetike më shpend. Më pëlqen edhe të zihem ndonjëherë në ku ta diun çfarë në stadium futbollit, edhe të bërtas ndonjëherë, kupton. Po edhe të shkoj të haj mishqinjin hell, që nuk e gjen askund, domethënë, apo jo. Do pakën perëndim jonjë. Etjera, apo të kuleçrit e famshëm në veriun e Shqipërisë, apo në jug. Domethënë, kjo është natyra ime dhe unë e çmoj këtë pjesë, nuk është puna që s'kam tjetër. Jo më ndoshta nuk e di, ndoshta jemi edhe çik handicap kështu nga kjo historia që nuk e di, nuk besoj që jemi aq të kufizuar sa i ta përshtojmë botën, se e tham fillim të herës. Po mjafton, më pëlqen të jem vetë, ndjehem më mirë. Ndjehem mirë, kaq. Nuk është problemi se urrej serbët, urrej grekët, urrej italianët. Ndjehem mirë valla shpitime. Po është dhe detyrim moral është. Fundit babai, nëna, në fundit ka një moment që të thotë, unë të rrita, po nuk do të zoj, martohu, thotë, se du të shoh nipërit e mi, po në një këmbështrim tjetër, shpend. Ky vend na ka rritnë, ne I përkasim Po, kësaj toke. Këtij dheu I përkasim ne. Nuk është turp që na dha gjithçka dhe ne nuk kemi të aftë t'i kthejmë 1%. Vetëm e vjedhim më. 1%. Vetëm e vjedhim më. Ndërsa këta vijnë nga ana anës dhe shqiptarëve I marrin frymën, nuk janë askushi, nuk kanë asnjë merit në këtë vend, nuk kanë asnjë lloj niveli intelektual. Është turp e faqe zez, shikosh këtë fushat, nuk ka pas Shqipëria kësaj fushate, siç ka pas këtë herë, mos ketë një ofertë politike, krau tjetër është zero fare, tregon Barsaleta, bufi, kneta, mushkonja, o burr, shaj, se nuk ta heqim dot ne, nuk ndryshojmë ne dot ty tash I burr plak. Po thuj na gjë çfarë do bësh të vend. Me thuj ca gjëra burr, ki dinjitetin thuj. Nuk I bëm këto gjëra më shpend se na dolën këto probleme. Nuk I bëm këto gjëra shpend se edhe nuk ditën ti bëshim më burr I dhat. Po mos hajdet na tregosh se vendin ti na çosh Europë. Sepse ke kryeministra, ministra që I ke gjithë në burg sot, dhe ato nuk janë burg se janë burra të mirë. Apo se I ka pisku në I buf, po se kanë vjedh. Dhe pyetja ime që e kam bërë gjithmonë, shpend është çik kështu satirike, po shumë realiste në vetvete. Kush është Ali Baba I këtyre hajdutëve? Ali Baba e kemi në Sorel pra? 4 metra nën tokë. Shqiptarët nëse Hapo Susam. Shqiptarët shpend, nëse nuk do të dinë të kapin këto moment. Nuk ka asgjë, hiqe ti largohemi nga emri shpend. Thjesht për t'i dhënë mundësi shqiptarëve dhe Shqipërisë të futet në hullit e normales, nuk e di se ku do shkojmë pas kësaj shpend. Lufta ime nuk e dim nëse pas 4 vjetësh në podcastin ton do flasim shqip apo pakistanese apo indiançe apo nuk e di se çfarë. Unë di vëllai që unë dhe ti. Ne ndarë mendën që ndrojmë. Unë dhe ti që e kemi ndarë mendën që e kemi ndarë mendjen të jetojmë këtu, me shumë mundësi mund të takojmë edhe në Kanada ose në Amerikë se kur ba me e marr ky vëlla o armën, atë nuk e bëj kurrë shpend. Ba me e marr ky gjë vëllain tat këtu. O duhet me marr armën, me duhet me kriju një grup ushtarak, me ustrivit 1 vit, 2 vjet, me përdor armët e gjitha dhe me bë gru shteti, se nuk e ke frikën me këtë, se ky tikën direkt në Serbi vëlla. Problemi është ky ka fuqizuar ai shumë mafjen, e ka futur në shtet, ka humbur ka vendosur stikarët e veta dhe populli thjesht vëlla në fund ditës unë me dal tani me thon një gjë të tmerrshme, unë jam askush jo vëlla, unë jam personazh publik, një djalë që po ndjek ëndrrën time për të dhënë diçka, edhe për t'i marrë Shqipërisë, po edhe për t'i dhënë. Të jap çik mendim ndryshe, mendim kritik që do thuhen ca gjona. Kaq është milingoni jam unë, unë kaq u sjell. Po aq duhet nga të gjithë. Edhe më sjellin, më shikojnë sikur jam Mesia që unë edhe për shkak besimit që kam Zot që nuk e kam idhujtarim fare në koncept të kem idhuj. Po dhe kur më shikojnë ashtu si ashtu, isha dje në Fier për shembull, erdhi një djalë 17 vjeç yll demokrat, apo nga Lusha, ta bëjmë një foto bashkë. Po sepse ka nevojë për modele. Po pse ta bëjmë foton tash, hajde ta pim kafe. Modele. Hajde ta pim kafe. Janë gatshëm. Ofroj hapi rrugën modele dhe shikoja se si ndryshon. Ora hajde ta pim kafen tash. Ul aty po shikone. O vëlla jam për miq I gjakut dhe unë hajde pim një kafe, shkëmbejmë cigare tash. Hajde bëjmë një muhabet në tregoj çik për Lushen. Ç'a ndodh se di. Se njoh vëlla Lushen ka marrë për të ngrënë byrek të meti. Nuk ka marrë për të parë
situatën siç bëhet. Ai byreku kush nuk e ka provuar. Po, kush nuk e ka provuar tërë Shqipëria. Pra, vëlla, e shikoj njerëzit kanë impakt tek unë, që jam askushi. I majnogur të flet kryeministri çat impaktit bën. Të vendos frikën, të vendos dashurinë, të vendos tjetër. Me qenë se jemi në podcastin Ky luan shumë keq. Me qenë se jemi në podcastin e lirë, ata them i gjë kështu nga shpirti me Po, gjithë lirinë po. racionale. Çat të doj zemra. Racionale. Mos më merr leje fare vëlla. Ky njeri ka rëndshme.